Sindikatat thonë se kostoja e ushqimit të një familjeje në Suedi është rritur me 30.000 krona prej janarit të vitit 2022, ndërsa prej fillimit të vitit të kaluar çmimet pësuan nga rritje prej 25%. Javës që shkoi, pas rritjes më të madhe të çmimeve të ushqimeve në 2 vitet e fundit, mijëra njerëz në Suedi vendosën të bojkotojnë për 7 ditë supermarketet e mëdha që kontrollojnë çmimet e ushqimeve. Me ndihmën e postimeve në rrjetet sociale, TikTok dhe Instagram, fushata është kthyer tashmë në një debat kombëtar dhe pikë përplasjesh politike. Protestuesit fajsojnë me të drejtë oligarkinë e supermarketeve që vendosin fitimet e tyre para klientëve prej mungesës së konkurrencës, ndërsa bizneset i vënë fajin faktorëve të tjerë si gjeopolitika, lufta, të vjelat apo ndryshimet klimatike. Edhe në Bullgari, muajin që shkoi, blerësit bojkotuan kompanitë e mëdha në protestë ndaj rritjes artificiale të çmimeve, çka shkaktoi një rënje të xhiros totale prej 30%. Në janar bojkotet të tilla u shpërndan në Kroaci, Bosnjë dhe Hercegovinë, Mali, Maqedoni dhe Serbi. Iniciativa suedeze Bojkoti javës së 12 i kërkonte klientëve të ndalonin blerjet në supermarkete në protestë ndaj rritjes së çmimeve. Nuk kemi asgjë për të humbur dhe gjithçka për të fituar, thuhej në një nga postimet pro bojkotit në rrjetet sociale. Çmimet e ushqimeve nuk kapen dot më sepse korporatat duan të fitojnë miliarda në kurrizet të varfërve, thuhej në një tjetër thirrje. Muajin që shkoi në Suedi, çmimet e yndyrnave shtazore të gatimit u rritën me 7.2%, djathi me 6.4%, qumshti me 5.4% dhe çokoladat me 9.2%. Kritikët thonë se rritja e vazhdueshme e pashpjeguar e çmimeve të ushqimit dhe kostove të jetesës mban popullatën vendase të varfër dhe të dobët dhe vjen në një kohë kur mira refugjatëve që hyjnë ilegalisht në vend u jepen menjëherë strehim, ushqim dhe të gjitha komoditetet duke provokuar suedezët. Jo të gjithë ishin të bindur për efektivitetin e bojkotit, ndërsa 34 vjeçarja Sandra Gustafsson tha se çmimet e ushqimeve janë rritur, por njerëzit duhet të heqën dorë nga korporatat e supermarketeve dhe të blejnë nga fermerët dhe prodhuesit vendas pa nevojën e kompanive ndërmjetëse. Që prej Covidit, çmimet çuditërisht vetëm rriten, tha Gustafsson, e cila jeton në Gothenburg. Bojkoti një javor është i mirë vetëm për ndërgjegjësimin qytetar mbi çështjen, por nuk ka efekte të tjera. Korporatat nuk kanë konkurrencë. Ndërsa ministri i çështjeve rurale, Peter Kullgren, tha se çmimet janë rritur nga faktorë ndërkombëtar dhe të vjela të pakta, por pranonte se konkurenca duhet të rritet.